Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A keni dëgjuar ndonjëherë për shprehjen uji është jeta? Pa ushqim mund të jetojmë disa javë, por pa ujë vetëm disa ditë. Shumë studime tregojnë se koha më e mirë për të pirë ujë është pikërisht në mëngjes, me stomakun bosh. Ky zakon i thjesht i zbatuar çdo ditë sjell ndryshime të jashtëzakonshme në trupin tonë, nga metabolizmi tek sistemi imunitar e deri tek lëkura. Në këtë video do të flasim me detaje për 10 efektet më të rëndësishme që ndodhin me trupin kur pini ujë para mëngjesit. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini asnjë video me përmbajtje me vlerë. Aktivizimi i metabolizmit. Kur trupi kalon 6 ose 8 orë gjumë, metabolizmi ngadalësohet. Një got ujë me stomakun bosh e çon trupin dhe rrit proceset metabolike deri në 24%. Ky efekt njihet si termogjeneza e ujit dhe ndihmon trupin të djegë më shumë energji gjatë ditës. Për njerëzit që kërkojnë të humbin peshë, kjo është një ndihmë natyrale dhe shumë efektive. Detoksifikimi i organizmit. Gjatë natës, qelisat e trupit prodhojnë mbetje metabolike që duhet të largohen. Uji në mëngjes vepron si lavazh i brendshëm, ndihmon mëlçin, zorrët dhe veshkat të eliminojnë toksinat më shpejt. Ky pastrim i brendshëm rrit vitalitetin, ul lodhjen dhe përmirëson humorin. Përgatitja e sistemit tretës. Nëse zorrët janë të thota, ushqimi nuk përpunohet siç duhet. Pirja e ujit para mëngjesit e zbut mukozën e stomakut, stimulon lëvizjet peristaltike të zorrëve dhe ndihmon kundër kapsllëkut kronik. Përveç kësaj, tretja bëhet më e rregullt duke ulur fryrjen pas ushqimit. Përmirësimi i qarkullimit të gjakut. Uji ndihmon hollimin e gjakut dhe parandalon trashjen e tij pas gjumit. Kjo e ul rrezikun e formimit të mpiksjeve, ndihmon zemrën të punojë më lehtë dhe rrit oksigjenimin e qelizave. Një trup i hidratuar ka gjithmonë më shumë energji dhe qarkullim më të mirë. Rritja e funksionit të trurit. Truri është rreth 75% ujë, edhe një dehidratim i lehtë mund të ulë fokusin, kujtesën dhe përqendrimin. Një got ujë në mëngjes furnizon qelizat nervore me oksigjen dhe elektrolite, gjë që përkthehet në mendje më të qartë, trajgje më të shpejtë dhe humor më të mirë. Forcimi i imunitetit. Studimet tregojnë se uji i rregullt, sidomos në mëngjes, mban të balancuar sistemin limfatik. Ky sistem është linja e parë e mbrojtjes kundër infeksioneve. Një trup i hidratuar prodhon më shumë limfocite, qeliza që luftojnë viruset dhe bakteret. Pra, thjesht duke pirë ujë në mëngjes, ne forcojmë mbrojtjen natyrore të trupit. Efekte mbi peshën trupore. Shumë njerëz e ngatrojnë etjen me urinë. Kur pini ujë me stomakun bosh, stomaku mbushet dhe sinjalet e oreksit zvogëlohen. Ky zakon ul nevojën për të ngrënë me tepri në mëngjes dhe gjatë ditës. Për më tepër, metabolizmi i shpejtuar ndihmon në djegjen e yndyrnave. Shumë nutricionistë e rekomandojnë këtë si hap të parë për çdo dietë. Kujdesi për lëkurën dhe flokët. Lëkura është organi më i madh dhe pasqyron menjëherë nivelin e hidratimit. Kur pini ujë në mëngjes, rritet elasticiteti, reduktohen rrudhat dhe zvogëlohen aknet, sepse largohen toksinat më shpejt. Edhe flokët bëhen më të shëndetshëm dhe më rezistent, pasi rrënjët furnizohen më mirë me minerale. Shëndeti i veshkave dhe fshikës urinare. Veshkat janë filtri kryesor i trupit. Pirja e ujit me stomakun bosh ndihmon në shpërndarjen e kriprave dhe acideve, duke ulur rrezikun e formimit të gurëve në veshka. Po ashtu parandalon infeksionet e traktit urinar, sidomos te gratë, sepse lëngu i freskët pastron bakteret nga fshikësa. Balancimi i trupit pas gjumit. Gjatë gjumit, trupi humbet ujë përmes frymarrjes dhe djersitjes. Kur zgjoheni, sistemi është i dehidratuar. Një got ujë rikthen menjëherë balancën e elektroliteve, rregullon tensionin e gjakut dhe përgatit trupin për aktivitetet e ditës. Është si t'i japësh trupit një rifillim të shëndetshëm çdo mëngjes. Siç e pam, pirja e ujit me stomakun bosh nuk është thjesht një zakon i vogël, por një ritual shëndeti. Ai ndikon në metabolizëm, tretje, tru, zemër, lëkurë e deri tek sistemi imunitar.
Filloni me 1 gotë ujë çdo mëngjes dhe gradualisht kaloni në 2 ose 3 gota, sipas tolerancës së trupit tuaj. Rezultatet nuk vonojnë, do t'i ndjeni që në javët e para. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.